Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah në madhurë e falendrojmë, me të mprejti ndimë dhe fale kërkojmë, laudatat bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjet I shokët dhe të gjithë ata që I ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kemi filluar më herët para disa jave që të marrim një rrugtim të përbashkët në njohjen dhe marrjen e mësimeve të duhura nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Kemi thënë se kemi nevojë gjithmonë për këto mësime, sa përfundojnë, fillojnë përsëri, për faktin se jeta kërkon që të kemi një model, të kemi një shembull. Kalojnë për situata të ndryshme, ku kërkohet të kemi një qëndrim të duhur, të dimë si të mendojmë, si të sillemi, si të veprojmë, si të kuptojmë gjërat. E padyshim se udhëzimi më I mirë dhe shembulli më I duhur për këtë është Muhamedi alayhi salatu wasalam. Kësaj radhe nuk ju kemi qasur biografisë e pejgamberit në mënyrë të detajzuar. Ka si kujtohet këtë kemi bërë një herë në xhami nga fillimi deri në fund. Por tash jemi rikthy që të përzgjedhim disa stacione të caktuara nga jeta e tij alayhi salatu wasalam, që nga një qasje pak gjithëpërfshirëse, përmbledhëse, të marrim mësimet e duhura edhe për kohën tonë, edhe për gjitha ato që na duhen në jetën e kësaj bote. Kemi përmendur në takimin e kaluar se fillimi I misionit dhe kumtimi I shpalljes nuk ishte I lehtë. Ishte një fillim shumë I vështirë. Ishte fillim që u shoqërua me probleme, me pengesa, me tendenca të vazhdueshme për me pengu Muhammedin alayhi salatu wasalam. Dhe ajo që është më habitshme dhe më shqetësuese se gjitha këtu vinin nga të afërmit e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku njeriu zakonisht pret që përkrahja kryesore fillimisht I vjen nga të afërmit, por në rast të pejgamberit nuk ndodhi kështu. Po të afërmit e caktuar I besuan, sikurse gruaja e tij, e djali I Axhës së tij Aliu radhiyallahu anhu, shoku I tij Abu Bekri, mirë po të tjerët që ishin gjithashtu të afër, sikurse Axha I tij Abu Lehebi, e të tjerët e refuzuan Muhammedin alayhi salatu wasallam. Dhe kemi thënë se çfarë ne marrim nga ky fillim. Kemi përmendur disa mësime të caktuara që dalin nga ky fillim I vështirë. Ishte fillim I vështirë, por ishte përfundim I këndshëm. Ishte përfundim me të vërtet triumfues I Muhamedit alayhi salatu wasalam. Stacioni I radhës që të flasim për të sot është tashmë njerëzit e kuptuan se çka kërkohet dhe me çka erdhi pejgamberi alayhi salatu wasalam. Propaganda e Kurajshve ishte shumë e madhe kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam, mirë po përkundër kësaj njerëzit mendonin me kokën e tyne. Njerëzit mendonin me lirinë e tyne. Nuk I u bindeshin propagandës famkeqe dhe dashakeqe të Kurajshëve të Mekës. Andaj filluan njerëzit që të hyjnë në fenë Allah te barekuhu teala. Po ishin në numër të pakët, ishin individ dal nga dal, mirë po procesi zhvillohej me sukses. Misioni lëviste, ecte, depërtante në mesin e njerëzve. Andaj përkundër gjitha atyre barierave dhe barikadeve të ndryshme që kishin vendosur Kurajshët e Mekës, njerëzit I tejkalonin dhe takoheshin me Muhammedin alayhi salatu wasalam, dëgjonin nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe mjaftonte një takim me të, mjaftonte disa fjalë me I dëgju prej tij që bindja e njerëzve të ndryshonte krejtësisht për misionin e Muhammedit alayhi salatu wasalam. Ka shumë shembuj që mund t'i përmendim, unë dua që sot të shërbejmë me 2 shembuj konkret dhe nga këta shembuj të marrëm edhe disa mësime që neve na duhen. Të nderuar vëllezër, fillimisht ajo që përmenda është e rëndësishme me kuptu se njerëzit me interes caktuar apo grupe të interesit caktuar që normalisht nuk ju levërdis shpallja, nuk është në favor të interesave të tyne, për shkak se
i vetëdijson njerëzit, e kur njerëzit vetëdijsohen, pastaj edhe pavarësohen, dhe kur pavarësohen, pastaj kanë lirinë e tyre të veprimit, e të fitimit, e nuk janë më rap nështruar njerëzit të caktuar. E kjo qasje ka njerëz që u pengon të disa elitarëve të Mekës, nga se tashmë fillojnë të hopnin privilegjet dhe respektin që ata e pretendonin se e meritojnë. Përkundër pengesave, thash, njerëzit te i kalonin pengesat dhe e dëgjonin pejgamberin alayhis salam. Të ndrozër, e vërteta nuk mund të mshefet, e vërteta nuk mund të mbulohet, po mund të manipulohen njerëzit, mund të mashtrohen njerëzit, mund të shtyhet afati i dominimit dhe i shpërndarjes së dritës dhe të vërtetës, mirë po, kjo është çështje kohe dhe çështje momenti. Mirë po asnjëherë nuk ka mundësi, dhe s'ka pas mundësi asnjëherë askush të vërtetën që Allah e ka dërguar në tokë, domethënë me e eliminu, madje as me e tjetërsu. Gjithmonë ka mbet një shkëndijë të vërtetës prezente në mes të njerëzve. E kjo shkëndi pastaj është shndruar një flakadan që ndriçon fuqishëm dendi i gjykimit, që s'ka mundësi me efika askush, me ardhmën e Muhamedit alayhis salam dhe me zbritjen e Kur'anit. Kurajshët kanë përdor metoda nga më të ndryshmet, sikurse edhe kena mi përmend në të ardhmen disa prej tyre. Mirë po, ato më të këqijat ishin tendenca për me djallëzu pejgamberin alayhis salam, do me prezantu si shumë të rrezikshëm, me prezantu si shumë të dëmshëm, që njerëzit nga distanca ta shikonin pejgamberin sa jo t'i afrohen atij aftën. Prandaj nga përpjekjet që me i pengu njerëzit me ardhë deri te e vërteta është krijimi i distancave mes burimit të së vërtetës dhe njerëzve. Distanca në forma ndryshme, me shpifje, me akuza, me privim, me kufizime, me forma të ndryshme të maltretime që u bën njerëzve. Mirë, po kjo ishte komplet e pasuksesshme, për shkak se sikur që përmana njerëzit donin me ditë çka realisht po ndodh. Një nga ata ishte Abu Dharri radiallahu ta'ala anhu, Abu Dharr al-Ghifari, që nuk ishte nga fisi Quraysh, nuk ishte i Mekës, por kishte dëgjuar për pejgamberin alayhis salatu wasalam dhe u interesua se çka është puna e tij. Fillimisht e dërgoi vllaun e tij në Mekë e i tha, shka e këqyr çka është puna e njeri që ka dalë në Mekë dhe çka po thot. Vllai i tij ka ardhur në Mekë, mori disa lajme, u kthye tek Abu Dharri, ja përcolli informata që kishte marrë, por këto informata ishin të pamjaftueshme për Abu Dharrin, radiallahu ta'ala anhu. Dhe çfarë ndodhi? Abu Dharri tha, po nisna vet, e po shkoj në Mekë, e po e takoj njërin. Kur ka shkuar në Mekë, ka gjetur një situatë shumë të rënduar, të vështirë. Ishte rrezik me pyet ku është Muhamedi alayhis salatu wasalam. Për shkak se Kurajsh kishin vendosur barikada të tilla që edhe kërcënonin edhe me dhunë ndaj çdo ku që tenton me taku Muhamedit alayhis salatu wasalam. Abu Dharri qëndronte në Qabe, si një vizitor dhe adhurues që kishte liri për këtë në Qabe. Deshti Allah i manduar e takoi Aliun radiallahu ta'ala anhu, i cili e pa se ky njeri disa ditë po rrinte tek Qabe dhe i tha, si duket ti i huaj. Tha, po jam nga filan fisi, dhe në muhabet e sipër Abu Dharri e kuptoi se ky mund të jetë i sigurt. Tha, ka marrë me taku një njeri që po thotë kështu e kështu. Atëherë Aliu radiallahu anhu i tha, e ke takuar njerin e duhur. Ose Aliu e dinte ku është pejgamberi sa, po edhe ishte nga ata që kanë besuar. Sidoqoftë, për të shmang detajeve, Abu Dharri u takua me Muhamedit alayhis salatu wasalam, dhe normal posa e pa fytyrën e tij dhe posa i dëgjoi fjalët e tij, dëshmoi se ky është i dërguari i Allahut. Abu Dharri kishte përvojë me njerëz, kishte dëgjuar poet, kishte pa dhe magjistar, por kësaj radhe ishte krejtësisht ndryshe. Muhamedi asam nuk ishte absolutisht as përsa afërmi si ata, ishte krejt ndryshe. Dhe Abu Dharri u bë musliman. Po situata ishte shumë e rënduar të ndërlozër dhe ishte situatë e vështirë. Çka ndodhi? Pejgamberi i tha Abu Dharrit, maje islamin për veti.
maja islamin për veti. Mos e publika, nga situata është rënduar, kanë frikë të dëmtojnë, kanë frikë se të bojnë keq. Maja për veti. Ebu Dheri tha, jo, vallahi, po ka me dalim, ju thonë se ju mbu musliman. Doli Ebu Dheri, radiallahu ta'ala anhu, në mesin e kurejshve që ishin të këqabja, dhe tha, ashhadu an la ilaha illallah, e tha shahadetin, dhe publikisht dëshmoj se është bo musliman. Normal, reagimet ishin të tmerrshme, u ngritën, filluan me godit nga gjitha anët, dhe Abasi ishte aty afër, agja i pejgamberit, ai s'kishte besuar ende në pejgamberin, po ishte përkrahas i pejgamberit alayhis salatu wasallam, e dinte ku është pika e dobët e kurajshve, të cilën nëse do ta aktivizonte, kishte bindje se kurajshët e Mekës hiqin dorë nga dhuna. Çfarë u tha Abasi? U tha kurajshve, a dini kush është ky? Ky është nga fisi Ghifar, e karavani i Mekës dhe i tregtisë dhe disa furnizime të caktuara për jetë dyne vinin nga fisi Ghifar. E nëse ushtroni dhunë mbi njërin e tyre kanë me unal rrugën, do ju nalet parja, ju nalet furnizimi. Atëherë hiqën dorë, se kuptuan se aleanca me fisin Ghifar mund të rrezikojë për shkak të dhunës që ushtronin mbi Ebu Dherrin. A shikoni të ndërrozër, i harun parimet, i harun zotnat, këtë i harun kur u prekën në xhepin e tyre aftën. Andaj do njerëz njëtë në tyre për shembull i kanë do standarde të veta që në bazë tyre çashtu jetojnë. Çashtu jeton ai. E kanë ndërtuar një standard caktuar të jetës së vet. Standarde që sipas tij në veten e tyre kanë parimet të caktuara. Nga parimet kryesore është ruajtja e standardit material. Me rujt standardin material dhe mju përgjigj situatave mbi bazën e standardit material. Dhe mendojnë se tash këtë njerëz që shtu janë. Prandaj kur dikush për shembull hiq dorë nga e keqja, pendohet, kthehet tek Allahu xhallahu ala, ai me çka mot? Ai mot me vetën, sa e çashtu ja kish bë. Andaj fillojnë akuzat, jo sikur që nuk janë të panjohura për juve. Jo me pare po mbulohen, jo me pare po falni, po bëjnë kështu, pika kanë marrë nga standardet e veta, sa e qashtu ja bën njët vet. Ai qashtu sillet njët vet. Andaj mendon se këtë njerëz janë qashtu. Edhe këta kurajshtë e Mekës i ngritën duart, e ndanin dhunën kur e hetuan se u rrezikuan hyrat e tyre. Rrezikohet furnizimi. Ebu Dherri doli prap ditën e dytë, doli e njëjta, prapa Abasi ndërhyjnë dhe e lanë të qetë Ebu Dherrin radiallahu ta'ala anhu. Dhe kështu vazhdoi Ebu Dherri pastaj dhe shkoi tek fisi i tij, e deshti Allahu azza wa jall që ka ndikuar më të madhe që edhe fisi i tij më u musliman. E kështu me radhë historia vazhdon e Ebu Dherrit, por dua të them që ky stacion që dëshmon se njerëzit kanë paguar çmim në u bë musliman është i rëndësishëm. Ky stacion që dëshmon se njerëzit përkundër pengesave, barierave kanë vendosur që me mendu me kokën e tyre është stacion i rëndësishëm. Të ndërruazër, Allahu te barekuhu teala e ka çdo kujt mundësinë me menu. Normalisht njerëzit dallojnë në aftësitë e tyre të menduarit, kapacitetin e tyre intelektual. Mirë po, se si për njerëzit ka mundësi me i kuptu do fjallë, ka mundësi me i kuptu do sene, ka mundësi me i njohë do sene. Dhe në kuadrë saj, e ka një farloj pavarësie të vetën për me marrë vendime për vetën e ti. Kërështë nga njëre, për shembull, nuk ka në e pasë shumë argumente. Mjaftën me pasë kush është që po i prinë vallës me kuptu të se për çka bëhet fjallë atë. Kush është? Për shembull, nëse një lëvizje të caktuar e bojnë ndë njerëz me të kaluara dyshimta, me të kaluara të kontestueshme, me mungesë serioze të kontributit patriotike, kombëtare, kështu me radhë, dhe dalin tani në skenë për të kërkuar nga njerëzit kërkesat caktuara, ti mas pari, kur e shese kush po e bën këtë punë, është një tregues se diku duhet me shku me këtë çështje. Shikoni për shembull në Mekë të ndërlozër.
Pejgamberi alayhi salatu wasalam 40 vite ka qëndruar në mes në Kurajshve, e kanë pa ditë për ditë. Ditë për ditë kanë pa. Kanë pas me të kontakt, kanë pas me të takime, kanë pas me të lloj përvojash. Ata vetja kanë jap çmimin e nderit, duke i thonë besnik dhe i vërteti. Domthonë njëri që nëse ja beson emanetin, nuk tradhon. Njëri nëse flet, nuk gënjen. Veti kanë thonë. Kur që ky njëri del, edhe thot, Zoti më ka dërgu, realisht, a është tregues, ani ka ti argumente, në start, a është tregues se duhet me marrë seriozisht kërkesën e tij? Po është tregues. Është tregues se ky njëri 40 vjet, nuk ka pak 40 vjet me najt mes njerëzve dhe me kuni respektu, me i nderu, me i pranu nga shoqëria. Kur ky del thot Zoti më ka përzgjedh, spaku thirrja e tij, spaku pretendimi i tij duhet më të me seriozitet. Sikur të kishte me dalë për shembull të ndrozur Ebu Gjehli, një nga domethënë arrogantët e Mekës, kundërshtarët e pejgamberit sa, i njohur për dhunë, për arrogancë, i njohur për mendjemallësi, i njohur për domethënë për shtypje ndaj tjerëve, i njohur për këtë. Do shoqënia çështoj e një. E ai dalë thot, më ka thënë Zoti apo. E marrin njerëz këtë tire seriozisht? Nuk e marrin. Se ka pasë të tjerë në vakt pejgamberi që kanë dalë, e kanë pasë që ka mirë me kon pejgamber, se njerëz po të njekin i kanë kthyer nga tjera perspektiva fatkeqësisht. Mirë, po njerëz që kanë besu, pe kati pejgamber, kush jeti? Prandaj të ndrozur është më rëndësi shumë edhe kush është barc i mendimit, kush është barc i idesë, kush është barc i thirrjes. Në start mush me kuptu, po tham kemi konë komplet e mjaftueshme. Ka edhe tjera kritere që njëri përdor për me ditë se a bëhet fjalë për të vërtet apo për mashtrim. Ka edhe tjera. Mirë po. Nuk është për me injoru edhe burimin e pretendimit. Kush është ai njëri që po thotë kështu? Kush është ai njëri? Andaj kur në Gjashiu në Etiopi, do të flasim për stacionin e Etiopisë, është shumë i rëndësishëm, kur janë shpërngul sahabët në Etiopi. Kur domethënë Ebu Jafar ibn Abdul Muttalib, djali i Hazrat pejgamberit e sa, domthon ka fol me Gjashiun, çka i ka thonë? Pse kena besuar pejgamberin? I ka thonë për shkak se ka dalë në mesin tonë njëri që e njohim, ja dim prej ardhjen, ja dim të kalum, ja dim kontributin, ja dim sukses, ja dim krejt të që ka boj. A dhe këna ka boj që thirët i me marë seriozisht. E pastaj edhe kure kanë dëgju, edhe kure kanë kuptu që ka pëthret, ka qenë mjaftueshme për me e pranu islamin. Prandaj të nërudhëzër, Muhamedi alayhi salatu wasalam kishte ndërtuar një lloj mirëbesimi në mes të njerëzve që kur erdhi me shpallje të pranohet seriozisht. Ebu Dharri nuk i u bind, domethënë fushatave famkeqe mediale të asoj kohe të Kurajshve. Deshti vetë me e dëgju rrëfimin. Deshti vetë me e dëgju, domethënë lajmin që me te atë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nuk deshti me qenë viktime thashethameve, nuk deshti me qenë viktime fjalëve të kota, boshe, që thuhen nga distanca. Jo, deshti vetë me u ballafaqu. Ai tha, unë i njeh magjistarët, unë i njeh mashtruesit, unë nuk jam qaq ignorant e mendelet. Po shkoj pesha. Nëse është si tjerë, i thamu dha marrë të koftë. Ama kur e ka pa pejgamberin sa më ka vallahi fytyra e tij tregonte se nuk është mashtrues apo. Lëre më pastaj fjalët e tij apo. Ai të nuk bën njëri me kon pjesë fatkeqësisht apo viktim e fushatave famkeqe që synojnë ndoshta me e errësu dritën e Allahut te bareku teala, me shëmtu të bukurën që Allahu xhallahu ala u ka dërguar njerëzve. Nuk o mirë nga distanca me komuniku, po më ule me i shoshit argumentet, më ule me diskutu. Mirë po, fjalë të kota, fjalë boshe, të pa qëndrushme, nuk duhet me konë njëri, dhe më onë, viktime këtyre.
Çfarë fatkeqësisht për faktin se mundësia e komunikimit masiv është shumë e mundshme, njëri e poston një shkrim diku në rrjetet sociale, ndoshta ka mundësi me mira njerëz me e lexu, apo andaj mundësia për manipulim është shumë e madhe. Timi të kujdesshëm. Jo krejt që ka shumë dikush aty në statusit e tij, rrjetet sociale, është për me marrë seriozisht. Jo gjithçka është për me kuptu se çashtu të është vallafën. Jo. Kush e din kush aja thona, pika vjena, çka thota, çfarë interesi ka. Andaj duhet me marrë nga të besueshmit, nga njerëz që i njohim i dim. Ndërsa fjalët e debatet e në veçanti nxitit e urrëties e të përçarjes mes njerëzve duhet me kon larg prej tyre. Mos mu marr me to, mos me kon viktime e saj, por njëri me menu me kokën e me mendjen e tij, e me u konsultu me njerëz që i beson e i njeh e i din, e që janë nga mesi i tij, e jo të manipulohet nga durët e zgjatura të kush e dikujt, Allah na ruaj apo. Andaj Abu Dharri nuk pranoi të manipulohet. Abu Dharri nuk pranoi që të jetë viktime e mediave të Kurejshve, por deshti vetë me taku pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe vetë me kuptuar çka po thuhet. Andaj Allah ja mundsoj që të bëhet musliman çështë për shkak se kush e ka taku pejgamberin alayhi salatu wasalam, sikur sa thash, ka mjaftuar me pa pejgamberin me kuptuar se nuk është kjo fytyrë e një gënjeshtari, nuk është fytyrë mashtruesi, nuk është ky fjalor manipulimi, nuk është ky fjalor thashë thëme, por është me të vërtetë një ligjërim i ndërtuar në argumente, në fakte, që ushqen mendjen, i përgjigjet kërkesave të natyrës njerëzore. Prandaj njerëzit ktheheshin tek Allahu xhallahu ala dhe i besonin Muhamedit alayhi salatu wasallam. Kjo vetë një shembull të ndrozën, vetë një shembull nga shumë shembujt që e përvojat shumë të njerëzve që kanë ardhur tek pejgamberi alayhi salatu wasallam, kanë tejkanuar ato barrierat e Kurajshve dhe i kanë besuar Muhamedit alayhi salatu wasallam. Mërdi Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: "Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Sillni argument nëse keni për një me. Argumente, fakte, thashë thëme, shpifje, akuza, nxitje të rrjetës. Nuk na bëjmë përshtypje as nuk mirëmi fare me to. E dihet se çka është argumenti, edhe çka është manipulimi i argumentit. Dihet se çka është ajo që është arsyeshme, e çka është bestytni e prrall e legjend që njeriu nuk duhet me e besu, e nuk duhet aq më pak mbi të me ndërtu bindjen dhe orientimin e tij, Allah na ruaj. Prandaj ky është Kurani jon, ky është Muhamedi alayhi salatu wasallam, sa përpjekje është bërë gjatë historisë me i gjetë meta, elshime këtu më radh, gjitha kanë ndërtuar për shkak se kjo është fjalë e Allahut, edhe ky është i dërguari i Allahut te bareka o taala. Andaj ne muslimanët mirëm me të vërteta, ne muslimanët mirëmi me fakte, me argumente, ndërsa me thashëthëme e me bestytni e me prralla ndryshme nuk mirëmi, aq më pak sikur thash mbi to të ndërtojmë bindjen tonë apo besimin tonë. Allahu xhallahu ala na ruaj nga thashëthëmet, nga mashtrimet, nga tendencë ndryshme për manipulim e mashtrim që fatkeqësisht mund të na manipulojnë, po mund të fusin habi e hutin mes njerëzve, madje mund të fusin edhe përçarje e urrëtitje mes njerëzve, Allah na ruaj, si pasojë përhapjes së lajmeve dhe dezinformatave të paqëndrueshme dhe të pavërteta. Ta shfrytëzojmë mundësinë për verifikim, nga se kështu Allahu na ka mësuar të verifikojmë, por të verifikojmë nga burimet e sigurta, e të vërteta, jo nga gjithkush. Nga njerëz që i njohim e që janë të dëshmuar me dije e sinqeritet e devotshmëri, na bëft Allahu prej tyre. Zoti ju shpëlbej për vëmendje me kaq për këtë pjesë. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.